Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Tetova sot ka uruar Bilal Kasamin, i cili promovoi bulevardin Bato në drejtim të Porojit, Gjepshishit dhe Komunës së Arcës. Dhe tha janë kur më afër se tash. Dhe quajti bulevardi realitetit, urime. Por, të tjerët që nga anë është vërej se disi po i ngutet Bilal Kasamit me asfaltimin e rrugës. Të shohim se pse. Konstituimi i koalicionit Vlen në parti politike si duket ka hapur kutinë e Pandorës. Besa si parti del më e shkelura deri tash nga propozimet e para në sistemin e udhëheqjes së partisë Vlen sipas rotacionit. Po marrim për shembull se dy kandidatët më serioz për qenë kryetar të Vlenit do ishin Bilal Kasami me 3 komuna të fitore dhe Izet Mexhiti me 1 komunë. Atëherë shtrohet çështja, çfarë lipën Arben Fetaj dhe Lëvizja Arbëria, të cilët as me gishta në gojë nuk u vërtetuar. Pra një fishkëllim bërëm të këshin nxjerrë. Mos flasim më për Bekim Sali, kryetari i ri i Alternativës. Me çka e vërtetoi se mund të udhëheq Vlenin? Që i bie se skema e Shkupjanëve do të funksiononte si sahati Hoxhësh. Pra Izet Mexhiti në hije do kontrollonte 3 vite Vlenin. Besa ende nuk e ka dhënë verdiktin, shohim e bëjmë. E tash t'i kthehemi kryetarit të Komunës së Tetovës. Kryetari i Komunës së Tetovës nuk u bën vafor dhe as heroizëm kur asfalton rrugë. Kjo është detyrë pune, e paguar nga taksat e qytetarëve dhe parapartë qartë me ligj. Çdo promovim i asfaltit si arritje madhështore është përpjekje për ta shitur normalin si sukses politik. Rrugët nuk asfaltohen për fushat, për fotografi apo për emocion në Facebook, por sipas planeve, standardeve dhe kushteve teknike. Kur kjo detyrë bazike paraqitet si merit personale, problemi nuk është bulevari, por mungesa e llogaridhënies dhe konfuzioni mes qeverisë dhe propagandës. Pra leximi është i thjeshtë dhe politikisht shumë i qartë. Po, e vërej se po i ngutet. Unë do i kisha thënë edhe diçka Bilal. Bilal, kthe edhe në rrugën e Shtipit apo Shtipskës, e cila është aty në afërsi të Burgut. Ka mbetur pa asfalt. Pra mos haro asfaltimin e asaj rrugës. U bë pak si gjatë. Asfaltimi në Dimër nuk bëhet nga dashuria për qytetin, por nga friga e afateve. Unë kam një informatë se Lëvizja Besa mund të del edhe nga qeveria. Kur del nga qeveria, nuk i kemë këto kushte që i ke tash dhe para kushte. Pra kjo është ABC për pushtetit lokal, lidhja me pushtetin qendror. Kur një kryetar fillon të promovoj bulevarde me gjuhë emocionale, ironi ndaj thashëthëmeve dhe krahasime qesharake me aeroporte, do të thotë se po mbyll bilancin, jo pse po hap vizion. Disa fakte të thata, kur s'ke çka të bësh liderën me sot. Asfaltimi në Dimër, cilësi e dyshimt, jetë gjatësi më e shkurtër, kosto që do t'i paguaj komuna më vonë. Promovime natën, me emocione dhe slogane, fushate parakoshme. Narrativa ne punojmë çdo ditë jo vetëm në fushat, përdoret zakonisht kur pushteti e ndjen që po ikën toka në këmbë. Për atë dhe them, diçka nuk është bash e qartë. Theksit e Porojit, Gjepshishit dhe të Arca nuk është urbanistik, është hartë elektorale. Pjesa më domethënëse nuk është bulevardi, por toni mbrojtës i deklaratës, kur një kryetar merret me çfarë thon të tjerë, do thotë se ai vetë nuk është i sigurt për vazhdimsinë politike, qoftë në qeveri qendrore, qoftë në konfigurimin e ardhshëm lokal. Shkurt, projekti mund të jetë real, koha është politike, promovimi është propagandë, ndërsa Dimri është alibi. Kjo nuk është dashuri për Tetovën, kjo është mbyllje dosje para se të ndryshojë pushteti. Unë e them. Do ndalemi pak për rrugët. Është vërtet për të çmendur. Nuk kemi aq naif dhe debila sa në llogarisin pushtetarët. Merrni mend, kur pushteti ankohet për burokraci administrative, pushteti është Vlen, sepse asaj i referohemi. Çfarë të presim ne qytetarët e zakonshëm? Këtu nuk ka asnjë logjik dhe justifikim serioz, pra asnjë, për vazhdimin e autostradës Shkup Anjelez apo Vllac. Pra nuk ka asnjë logjik politike dhe as justifikim serioz. Kur jeni në pushtet, siç është Vlen,
Sot, burokracia është armik i jashtëm, por mekanizëm që e kontrollosh vetë. Të fajsosh procedurët administrative dhe bankën është narrativ opozitare, jo gjuhë qeverisë. Faktet janë kokëforta. U premtua nisja e punimeve në fund të dhjetorit, u përmenden vetëm kushte klimatike si rrezik, ndërsa sot me 29 dhjetor del se problemi nuk është moti, por mosmbyllja në kohë e procedurave financiare. Kjo do thotë ose premtim i pakalkuluar ose komunikim publik i papërgjegjshëm. Edhe më keq, autostrada Shkup-Llaç është projekt që zvaritet prej shumë vitesh. Janë ndërtuar vetëm 2 kilometra, që nuk shërben për asgjë pa vazhdimin e pjesës tjetër, ndërsa kostoja për 240 milionë euro për 12 kilometra e bën çdo vonesë edhe më të rëndë politikisht. Në këto rrethana fjalët presim, miratim final të ngllojnë si larje duarsh, jo si udhëheqje. E tha zëvendës me nisja e transportit dhe lidhjeve. Shkurt dhe prerë, kur je në pushtet, burokracia është përgjegjësi jote, jo alibi jote. Dhe qytetarët nuk jetojnë me besojmë se shumë shpejt, por me punime reale në terren. Dhe do ndalemi, pra, në vazhdim pak edhe në diçka tjetër, besoj se nuk do më merrni për të madhe, nuk do të kthehem në histori, por do të kthehem shumë afër. Është viti 2018. Ministresha e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Caroska, doli me një qendrim qeverie se do ndal finansimin e fëmijës së tretë. Dini pse themi këtë? Se sot Mickoja doli dhe tha publikisht: njerëz duhet të shtohemi. Okej, kërkush nuk u ndalen. Bile ajo është punësh shumë private se sa më tepër që e mendon edhe Mickovski. Por unë do të them diçka tjetër. Pasi bëri thirrje për linjën e sa më shumë fëmijëve, sepse ka rënë numri i foshnjave tek maqedonasit përshkosisht, dhe është problem dhe alarm serioz. VMRO-ja 2009 në kohën e Nikola Gruevskit pruri një ligj. Dhe asë kohë, pra, unë do i referohem asë kohë Elmi Azirit, deputet nga Aleanca për Shqiptarët, i cili tha, dëgjoni se çfarë tha. Herë e parë që dëgjova për këtë propozim ishte në përmjetet e informimit. Por, Aleanca për Shqiptarët kanë ngritur dyshime dhe pyetje se mos vallë ministri Caroska i ka penguar fakti që gjysma e shfrytëzuesve të kësaj shtese janë shqiptarë dhe se tek shqiptarët ka dhënë rezultate në arritjen e natalitetit. Arsyetimet e paraqitura nga ana e ministrit Milla Caroska nuk qëndrojnë dhe as që mundet të argumentojnë. Përkundrazi, të gjitha argumentet janë që masa të vazhdojë. Ky ligj ka stimuluar natalitetin. Natyrisht janë gjitha komunet njësoj, si duket qeverisë i pengon se nga 26.150 familje së koha që pranojnë këtë ndihmë, pra 8.000 denar, 50% janë familje shqiptare, tha në një konferencë për media Elmi Aziri së koha. Dhe tash kthimi prapa. Pra VMRO insiston në shtimin e popullsisë. Okej. Është e drejtë e kryeministit që thret, dhe me siguri atëve që edhe i kanë para pa se si do duket. Theksoj se nga viti 2016 deri në vitin 2024, statistika tregojnë se për rreth 6.000 foshnjë më pak të lindura në Maqedoni. Dhe 300 klasa boshe më janë nëpër Maqedoni. Shumë klasa janë me 20 nxënës. Çfarë të bëj? Tha Mesut Shabani, kryeministri. Okej. Nuk është okej, por mbetemi në atë se vërtet atë që e bëri Milla Caroska dhe e kishte në heshtje, pa marrë parasysh se bluan të artë ngrubi, kishte në heshtje për krahun se kaloi, mund të kalon dhe një qeveri pa miratimin e BDI-s. BDI-ja shite hoç asë kohë. Okej. Nuk është okej, por ne këtu vazhdojmë. Gjithandej mundohen që çdo gjë që ka të bëjë me shqiptarët në Maqedoninë Perëndimore, posaçërisht nga VMRO dhe PMN-ja, të duket sikur gogol. Ajo që më ka gëzuar pa mas është ministresha e arsimit. Janevska tha, nuk do ketë më profesor universitar të përhershëm, do të nështrohen rizgjedhjes për çdo 7 vjet. Dhe a dini kush janë më të prekur? Në 3 universitetet shqiptare, në Nateres, Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe Universiteti Evropës Juglindore.
çfarë do hiqën të shkretit. Në çdo 7 vjet rizgjedhje. Rrogat e mësuesve nga marsi sërish do rriten, e njerëz, kush do prodhoj? Tu ju përshëndes, unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.